A flajta po shuve? Po mirë, bërë, po t'ja po shuve. Po mirë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. A po shut? Po mirë. Po ti? Faleminderit. Mirë. Faleminderit. Shjebo si burri lodhën e shpis. Duhet pak një ndryshim, ta kisha bli një garderobë të re. Hajt. Pra ka rrugë ty me donë në dyqanet të qytetit, a? Po unë s'pe më haj, po jo veç për mu, po edhe për ty. Po du me dalë bashkë si qift, jo veç si punëtor, si zoje e shpis. Po më rëbirë në dëgjo grunë, se mire kakje, po dhe me dale, me uduk pake, i besa besh edhe me shëtite. Hajt bot për para, s'kemi me dollë për kësaj dere pa bo llogaritin e drita. Ani desës po tham nesër, po pse jo, pse mos me ndru, pse mos me pa botën, Parisi, Venezia, a si shkon mira? Na s'po mujna me dollë dhe në mahallë, ti thumë Paris e Venecia, le me gru që i ka thumë. Edhe unë dikur kum pas qef me pa botën, po jeta ma sodhë diqysh ndryshe, po më rëndësion me pa andra. Po, kur të shkojmë na në Paris, kam ta blej një kapel bukur që mu shetiti rrugëve të Parisit si zotni. Apenin më rardjan, gruja jote pa do më mbo artist. Më rë babë, ma zi për mu si të shekon të atje kështë e këqyrë gra ma letë se unë. Gra ka pas gjithmonë e kohë, po më rëndësion është aty ku ta do zemra, ku të rrej zemra, që to më rëndësi. Zemrën e kem këto bashk, po pse mos me pas edhe pak jetë, pak qef. E qka të bëj me parët, me nëzë që pi nëzërën për ushqime për këtë shpi, shpenzimet e shpis? More birë, parët vinë e shkojnë, po koha nuk thehet, mos e harro qëto. A pësha, edhe baba po më përkra. Hajt po ndrojmë pak bashk, pse jo, qajo është falas. Ndrojmë, unë jam të ndru me po këtë shpi plot me fmi. Që aty e ka fjale popullore, se fmija është pasuria shpirtit, se parët e Parisat e këtu shëtitjet e këtu përfundojnë, shkoj. Po edhe fmi dojmë, po pse jo edhe pak jetë, pak qetësi, s'po du mu pla këtu këshurë në për dritare të shpis. Mos e këshove si dritare, unë e shosi botën tonë të vogël ku e kena një qetësi. Mër djalje, se cili brez e sheh botën ndryshe. Unë tonë jetën tem, kam shqyqu qësh mi pa fëmijët e mi të knaqë, e të lumtur. Të erë djenë dënë qetësi. E kjo gruja jote dënë shëtitje, dënë bukurie, dënë me pae, edhe me këshyrë hall, të dytë keni ka pak drejt. Valla bablok, ti e din që me na qitë në rrugë drejt, e me realizu unë e andrën tem që unë e kam. E din bo ma mirë, ka provoj ma shumë se na dy bashkë. Provoj po dhe hallë, e hallë të bojnë mi kuptu senet ma mirë. Hajt pepim që t'lang edhe po vazhdoj me ëndru, se që ato ëndrat janë falas. Hajde për të mirë. Andrat falas, po shpesh janë të shtrejta në shpirt. Me rëndësion mos me la shpirtin undë. Qohet me ëndra, qohet me dashni. Poft mirë. Faleminderit maj bi. Që po mi kujtoj numësët e këtë në hershit që kanë pas kujdes manda i vjerris. Faleminderit. Hajt bre bab, se veç ujt pruna, edhe ti je burri mirë, i urt, ti e meriton. Jo maj bi, urtia nuk vjen prej të meritumit, po vjen prej vujtjeve. E me thotë vërtetën, unë shumë një jetë këm vujtën.
Po ta thëmë si bjes tem, se djali jem Ardiani ka marrë shumë barë mbi vete. Pe këqyr shpijen, më këqyr mu, familjen, barë madhe në konfo, letë mi dalë anësh kësaj pune. E di bablak, kur po vjen prej punës, po vjen shumë i lodhën. Bile shumë herë po vjen keq me fol për problemet tona. E që ashtu është më i bi, se burrat kur merren me punë, harrojnë që me këqyr familjen, harrojnë që gruaja ka nevojë për një përgdhelje, për një fjalë të mirë, për me dalë dikun. Po edhe unë jam të munu me kuptu bab. Po ka njëherë po mungon vëmendja e ti. Po pra po kthejna se pe di që nuk e ka të letë. Më i qika, i shoh shumë qifte që ndahen për një fjalë që nuk mujnë me dru. Njerëzit nuk po mujnë me përballu problemet. Nuk po mujnë me dru, sikur dikur që kemi druna. Qashtu është e vërtet. Edhe shoshet e mia më folin çdo ditë për çdo gjana. Çdo ditë konflikte, fjalë. Po që ato është dallimi. Kur kanë martuar nune me njonën e Ardianit, kemi pasën pak, po jena konë të rëtë për njëni tjetër. Edhe na nuk e kem pas jetën e lehtë, po kemi përballu. E di, shpesh herë m'duket që gjenerata jonë s'po ka më durim. Për që ta jem ty tha bia jem, po du me të lidhë ty me djallin tem. Po të shkurtohet durimi, edhe djalli thyet. A i ka nevoj që të ketë krah, e ju të ketë edhe një barë tjetër. Bab, unë Ardianin e du shumë. Nuk ka ditë që nuk e falenderoj Zotin për burrin që e kam. Po edhe unë jam njeri. Shpesh herë është kam lodhë monotonia, puna, që kam jetë veç shpi, punë. E di se je e re, e dën jetën, po di se e raj ty dën shumë. Veç që nuk po ka ku, e nëse ti nuk ja falë, kush me ja falë? Valla se kam nërmen me lonë. Edhe kur po m'vjen zor, pe thon vetit, duro se e di që ky burr e ka zemrën e mirë. E që ashtu bia jeme, krejt që ka po kërkojnë kështu si plak, është mos e lini dashnin mu prish për dë gjona të vogla. Se për çdo ditë, po shohëm ndarje, ftofje, njerëzit mos janë sikur dikur. Pse po menon që po ndohen kaq shumë? Pse nuk po dojnë me sakrifiku, nuk po din me sakrifiku. Gjithkush për dhe qefin e vetë. Gruja për dhe luksin, e borri për dhe qëtsin, kërkush për dhe kompromisin. E pa kompromis, bia jem nuk ka jetë. Kjo fjala kompromis është shumë e rëndë për shumë gra. Ama e di që ti e ki me drejt. Djali jem nuk ka kohë me fol gjatë, e unë e kam kohën e botës. Ti bia jem e din ma mirë se unë, po unë po të këshilloj vetëm si një babë. Fjalët e tua vlen shumë për mu. Hajde bi, mos u mërzit, se dhe kur për ljahe, mos harrëni pse u martut, e mos harrëni se dashnia u ka lidhë. Se kur harrohet arsyeja, krejt diçka tjetër thuhet. Jo, nuk e haroj, po të premtoj. E unë e premtoj, sot kam frym, kam u lut për ju. Edhe kam ju përkra, se familja për mua është gjithçka. Wow, sa e bukur. Përpërësis edhe qëto. Alo, Liri. Alo. Qa bënë në samër? Unë jam të mundu mi rregullu do dokumente, po merr një mesazh për bankës.
Po, kom përësi do sene se s'pata ku zhot rejdu që është mati së më ki blej. Disa, po thua, këtu nuk po duken disa, po këtu janë komplet një garderobë në stine. Ani dhe zemër gruja do të më majtë, edhe tani edhe bura tjerë të këshyrin ndryshe, krenohesh me mu kur dalem. Po, ashtu është. Po nuk po mujë në gjithë i mojtë u shpenzime. Ti e din që po më nuk i mja dalë. Po pedi, ama unë s'jam të dash lok stepërt. Do garderobë normale. A nuk e meriton gruja jote pa kujdes? Po e meriton. Ti e meriton ma shumë se kaq, po ka njerë po menoj asin ato e te pru pak. Jo, kur s'është e tepërt për grunë. Edhe bura duhet gjithë më krenu me gratë e veta. Kështu që kur dalim nas, nuk i pse mu më shef, po i krenar me mu. Po unë jam krenar gjithmonë me ty liri, edhe pa garderobë. Po s'ban pa ato. Edhe s'po du mu ndje që jam si rabi shpi, s'po du mu një që jam një grua e kujdesshme, që dikush kujdeset për mu. E di e kuptoj, po ka njerë kur po më vjen SMS gjitha ato shifra është. Po më zijet fryma, po thom me vetja po më i adal, mi moj gjithë të sene. Pse nuk mon? E bura tjerë që shpimajnë gratë e veta. A mos jam ma i keqe se ato une? Jo, ti nuk je keq. Unë e vlerësoj, po se cili burë e ka kufinën e vetë. Kufin nuk duhet me pas kur të fjallat e gruja. Qa qësh është fjalla? Gruja duhet më majt jallë. Po e kom dëgju shumë shpesh atë fjallë, po unë mendoj që këtë burra që e fjallë ishte në borç. Po edhe borçi për gruan nuk është borç, është investim. Investim thu, atëherë unë jam biznesmen që investojnë veç në ty. E qysh po do këtë biznesi, po shlyja ta? Po shlyet me lodhe, po nuk po të me ta përshqetin. Nëse ty të banë një mirë, atëherë unë s'kam qa flasë ma shumë. E di që po do këtë sarë ka njerë, po besom që une e bajt gjithë për të mirë. Me unë djeti që gruja jote mu do kësi yllë. Unë jam i lumëtën me ty, edhe pa yje, po nashtë ti së beson. Po, e besoj. Po jeta ka ndryshuar Dian. Si jemi më në kohë të babës, nuk jetohet më veç me një këmish. Jo, tash kam 10 këmisha, po shpirtin ma të lodhën. Hajtë bërë më se bënd të madhe, se shpenzimet më lohen krejt, kryesorja më kona bashk, më konë të lumëtur, kjo ka rëndësi. Po bashk, qa jo më bënë me vazhdu? Ja, kjo nuk është nusja që e njën. As mirë dita, as ku po shkoj. Pa blok, halo të këtua. Po i këtu me i bi, po ku ka me shku? Po ti ku ke me i bi? Kesh deri në market. Te i market, po shpejt pas ke kry punën. Po se kesh ofër qëto. Pse s'peqel telefone, mos jetë ju më shevë dhe shka për me. Jo bre bab, veç do reklama në mesazhe shto që vinë në lodën, se din të këta telefona tash që janë t'i prishin nerva. Po thire të reklama nuk ta përmenin e emnin më i bi. Edhe njeri nuk i njallë reklama ta të shpejt. Po jo bre, po se din këta telefonat që janë tash nerva të shkojnë. Që më i bi, unë jam plak, po se ti kam edhe shah mirë.
Po, du me të pas ty si qik e jo si numse. Diçka nuk po shka puna mirë. Pse po thu kështu o bab? Çka s'po duket ty mirë? Kur po del për shpije e nuk po të regon ku po shkën, kur telefonit bjen e ti nuk e hap, kur syni yt nuk më sheq shumë ka po ma parë, e une i shoh aty. Ti bablok po menon shumë. Tash si më kohën tënde. Tash nuset dalin, shkojnë, vinë, s'ka nevojë gjithë me tregu ku po shkojnë, qa po bojnë. Po më i bi është kohëre, po neri e besa nuk ndryshojnë. E burri do të me tërgu ku je, jo pse dy të rënë, po pse rënë e dhe qështu. Po mos harro më i bi, son s'pa du më përzi, po kjo shpi ka kujtime. Ka shumë mundim, djali jem o të derë njerës për me të bot ty zoj, e mos gabo me luat besë. Po pse gjithë po dyshon? Nuk jam unë ajo që kam faj. Unë nuk po dyshoj, po jëm ty po, apo di dallimin. Ani mirë bab. Hajt mos dysha, gjithë shka është në rregull. Po kur thehet besa në këtë shpi, është njëjtë cukur që atia me ranë poshtë. E krejt shiu hinë mrena. Po mirë jam. Vesh erdha në domë, kështu u bona kësha për flaj. Unë e këtë ditën së përfri për me nej. Prej momenti që kom pas për me tjekë për mendës. E di, edhe unë s'po me të po më sheft ma. Prej që asaj ditët që u pamra se ishë në rrugë, kretë ndjenjat më kam përzi. Po pse për më shef, pse për franon? Qysh pse? Unë jam e martume. Kam burë, e kam edhe vjerën shpe, nuk është e lehtë. Po burit nuk është kur me ty. Do maj vësh pun. Kur nuk është me ty. Unë e di që ka për ndjente. Po, jam të unë të vetëmi. A i rinë veç në zyre, të në kohën, as një fjallë në ngrot nuk ma thot. Njëjtë baba vetë, para syve më rinë non stop. E unë s'po moj ma. Po atër pësë për janë në pamra. Vish një herë, mos më në ma shumë. Jo, unë s'moj ashtu. Nuk moj me dalë shtirë. Vjerin e kam non stop në shpe, gjithë ndjenë që sikur është të di diçka. Po mos të tëtë, unë jam këtu për ty, nuk la më ndikës. E di, e ndjej, sa herë që foli me ty, mdoket që jeta jam ka marrë tjera ngjyra. Ama, prapë mdoket e ndalume, po mdoket që jam të bo mëkat. Po që nga një herë është të me katë me tu, po të është një. E qka nëse burri jam e merr vesh? Ai s'ka faj, ai është të punu për shtëpi. Une qka jam të bo, jam të e tratu. Ti nuk jetu e të ratu, edhe ti ke nevoj me jetu. Ai të kalon ty vetë, ti je gru, ke nevoj për përshefim, për fjallë të mira. Jo vish për kafet ngrota e për punë për mbarem. Mos fal ma, se jam të udjek mrena. Ka menu që kur s'ka më të shru ma. Që ku jam. Edhe nuk e ka menu, veç momentin që sytë e mi janë kryqëzu me sytë të tu, që aty gjithë s'ka ndryshoj. Hajden që kom bo, krejt ditën sot e kom kalu të menu qysh me të pa, të menu qysh me ta prek dorën. Po vish njëherë me të po këtë frika tjeket. Jo, s'moj, tash jo. Jam të utut shumë, po edhe njëtën kohë është të marrë madhe për ty. Nuk ka frikë kur dy njerëz e dojnë një tjetrin. A jetu e kuptu sa e rrezikshme është kjo? Nëse dikush na kap, unë e hubi gjithë shka, e hubi burin, e hubi shpin, e hubi edhe nderin. Po e din ti që fiton, vetën, zemrën tonë, dashnin.
Ti se din që sa herë e shoh burrin tem kur t'vjen shpej i lodhun, kur t'kesh me babën e vet, bona tepër keq. Po të njëjtën kohë po merr edhe malli për ty, si mu kanë dy bota të kundërta. Unë du me të pa, pas një fretësi, pas një frikë. Veç në ndër. Na shtatë mujna më taku shlirë, se njëtë s'jam të pa rrugë tjetër. Rruga gjithmonë gjendet. Unë jam të jetu me dy zemra. Njëna është për burrin, që ka bo gjithë shka, ka punu për mu, për familjen. Tjetra është për ty, që ke arrit me më këthy ndjenjat që kominu që s'kan me më këthy kur. Unë e kam veç një zemrë, për ty. Po du me ta një zonë në sarë që vim sheli sytë. Unë e di që shky moment s'ka me zgatë, ama për mu që ky moment vlenë sa krejt bota. Ky moment të veç fillimi. Veç mos më shoh, se unë s'po muj ma me jetu veç me heshte. Bablok, s'po me besu që shka o vetë. Ma ke mujt? Ka da. Shi? Hajde ullim që atje se kam një punë me ty. Pa tjetër, hajde bojnë. Hajde Bablok, që e mirë të cili këtu? Po më vjen zërë mërë bjerë. Kom diçka të rënë në zemër me ta thonë. Po bre Bob, falë, se i kam dukur shumë serios, i kam friksënë Bob. Po bjerë, jem të pas jetë i ljohë. Ki punë shumë, po në shpejt diçka puna mirë nuk o të shku. Prap me këto fjallë baba, qka nuk po shko në Bob? Gjithë shka është në regull, gruja është e qetë, e mirë, tu s'jel mirë. Prap me këto ankesa tua baba? Jo bjerë, nuk po flasë për koti, po e kum po me dy sytemi. Gruja jote po del pa vetën, po rrinë më shejnë mrena në dhomë, e po folë në telefon, besa kum një anis do të pa njefshëm. Nuk e dia po folë në telefon, am kanë bo syt një ditë. Po Bob, a i ka edhin që i ka fletë, a e din aja sa e do në familjen, a e din që ka bën aja për shpi. E di unë që kum po. Unë jem plak, po nuk jem budal. O Bob, në lëmërë ma me këtu fjallë mësë më lëndo ma shumë. Gruja jam nuk ka fajl, nuk du mi një ma këtu fjallë. E birë, po e shë që fjale e më nuk pëshën, po besa që nuk jam të i të rajtë. Derë kur donë, sun vetë heqë, telefonin e ka dorë gjithmonë, unë e këta jem të e vrejtë. Bëllë ma o Bob, nuk janë senet si përpara, senet kanë ndryshu. Kretë kanë telefona, hinë e dalin kur dujnë vetë. Nuk jena më në kohën tame, qysh po menën ti? Birë jem, mos i krahësë tjerat me grunë tome. Jo çdo sjellje është e pafalshme. Unë po të flasë, pa i provojë. Ma mirë mi po shenjët sët se me kojtë njëse. E pse, apo dhe më aprish jetën a? A nuk po të mjafton që i kom punë e halla? Tash më mbanë me dyshu edhe në gru temë. Jo, mërë birë, unë s'pa du me ta prish jetën, po du me ta shpëtu jetën. Bëllë, kur më mos e përmen këtë sen, tja nuk po nja, aja është gruja jam, unë i besoj asoj. E po mirë, beso po mos harro, kur vërbohet zemra, sytet e tjerë i shojnë të gjitha. Ti po menen që unë po të raja, po kur të vjen dita, do ta kujtesh këtë fjallën teme, e mos harro.
Unë jam të të folë me dashnin e jo me urrejtje. Ana nervoz deri sa dola, burrit si kum kallzu hiç. Plaku I ka hap syt në 4 anë, po m'doket që këtë bota është na këshyr. Mos sot tot, me mu je e sigurt. Me mu s'ka kush me të prek. Po unë nuk jam e lirë. Jam e martume. Çdo hap që bëj po m'doket që jam tura në grob. E di, po aje e lumtur atë. Atë bën ai burr mund di na herë se femën. Atë bën herë me kesh. Ai po rrin vesh në kompjuter, ton kohën të punu, edhe në shtëpi po e bjen çat lodhja. E unë ja kum nis mu tha si një lule kur me pa ujë. Po ne po du me ta dhënë qëta ujë. Po du me ta kthy qëtë bësjeshje. Ti me ki kthy ndjenjat që I kom vorros. Po kjo s'është vesh lojë, kjo mundet me ma prish komplet jetën. Jo, qëro, kjo është një jetë e re. Çka nëse ikëm me një vend, veç na dy. Pa telefona, pa kur gjë tjetër. Veç me unë di si njerëz që e duam në një tjetër. A je bre normal, ku mu I mi thanë burrit one po shkojmë vikend diku. E vjerit, a I gjdo hap më përcjell, gjdo ven më këshyr. Po gjena e arsye, thuj për shkete na I shohet që te motra ose dikon ku ta dyone. Askur s'ka nevoj me ditë ku, pse. Ti se ki idenë që është me jetu në atë shtëpi. Plaku I ka syt non stop te unë. Ka njerë jam të hutut mos po ma kap telefonin prej dorës. E, po kjo, mos e le me ta kontrollu jetën. Ti je një gru që nuk je rëb. Ti je një gru që meriton liri. Fjala liri për mu do me thonë shumë. A din sa net pa gjomi kum kalu të menu qa me bo. Njona zemër më thot rri me burrin, mos me tratu. Tjetra më thot shko, mos mu mbyt. Cila zemër po të rej ma fort? Kur je me mua? Kjo që po mban me marrë frym prap. Atëherë mos u lufto, jeta nuk pret. E çka nëse burri jam e merr vesh? Ai më don, me mënyrën e vet më don. E unë jam të ja shkel besën. Dashnia nuk është faj. Faj është me jetu pa ta. Ti po ma then shpirtin. Njëtën ko po ma ngro. Ama po tutna. Frika është hapi pari guximit. Hajde me mu qit vikend. Pa e menu t'hanën. Nuk mëj me të premtu. Veç po thamë që çdo natë para se me flajt, men t'i kom të ti. E ke po më të gjithë shka. Veç mos më sho. Se nëse bi, du me pas dikon që më kap. A kemi shil dira mirë? Po më shila. Jena hi shpejt, mos në ka pati kush. Shpejt kemi hi vesh në spanshur. Qka omër ka ndodhë? Qka e në të zona? Ja, s'po moj kur qysh për që të su. Nuk u coj me najtë shumë. Ke së problem. Kërët vend është jo, ne? S'ka kush me nënër, vesh shumë që si dush me majtë. S'ka problem. Vish në dyna këta. Mos u tot, re I qetë, kërkush sot u na ba. Unë I qetë jam, po qysh ku me dalë me në pa dikush? Qka o ka ndodhë në dhëmë? Jam të ndje, sytë e me kretë jën ty pa. Mos merë frim heq, re I qetë, që ato. Qa po, që se këmë nuk. Lirik bi, jam të një qka e ty folë, që e ty folë ma tjetërën atë.
Po, tu flajt jam. Unë e di që nuk je ty fjet. Edhe zani nuk po thot që je fjet. Po, unë e di se diçka po ndodh. Bab, veç jam t'u ndrejsh do sene, qëtu s'ka sen tjetër. Je ty ndresh do sene, ha? Nuk po mjet ndjen që je ty ndresh do sene. Kom më kam pi, nuk jam të mujt mas me levizë. Shuj mos fal, se nëse shfaqesh der krejt në fush ma. Lirik, unë nuk po të rejnë. Jem të e ditë se diçka je ty më shefen. Bab, nuk është kur zhot, thash që jam të regullu diçka. Nuk është e më bovën. Hape derën. Nuk muj me hap që thash. Unë e di se ti nuk je vetë. Një njeri tjetër am shef aty. Jo, qka je të fol ashtu, bab. Nuk jam të mujt mo qa me bo. Vesh një sen për të thëmë, që kjo punë nuk ka me të zgjatë shumë, se çdo fillim e ka mbarimin. Po e di, ama ta kisha më shef, nuk e shkatrojën vetën. Veç një dije, që çdo më sheftësi ka me dalën dritë. A ja vlen kjo me shkel besën? Ha? Ardian, a erdha? Po e vazamër. Përvëde? Mirë. Mirë, zemër për do të mëltu jashtë vendit për punë biznesit. Nga 3-4 ditë nuk jam këtu. Po vëse që këti në parë. Po zamër për biznes du është me shku. E kam e pa tjetër më duhet më shku. S'ka problem. E qa po mblen atje? Qka dushve zemër? Po i ka se s'kam shumë ku se kam flutorimin. Okej. Hej, po m'doket që tash jam e lirë, veç ti e din çka ndjej. Po ta ndjej çdo fjalë të vetme. E di, ama veç për pak kohë. Kërkush s'është una po. Edhe s'muj me të thanë krejt në shtëpi. Po tani çka do në bo? Po menoj me dal jashtë veç pak. Okej, hajde po të pres, vetëm pak momente të mira për neve. Po, që po ve.
E s'tash që më ka thonë baba m'dull shesh. E vërteta dull. Ardian, a u ktheva? E gjithë bota ju të ketu posta. Qa kime thonë s'tash? Po, veç pak. Nuk e di. S'ka veç pak. Çdo fshetsi ka mu pagu. S'kam bes mo. Po ngabova. Se dita. Ball mo, s'ka këthim. Qu dil pi shpis tem. E ku me shkuën? Nuk ka të m'interesu. Nuk du me jetu me një person që m'ka tratu. Dilem jashtë.